Analisti dhe diplomati Faton Bislimi ka reaguar me tone të ashpëra përmes një postimi publik, duke kritikuar bllokimin e institucioneve dhe vonesave në konstituimin e Kuvendit të Kosovës. Ai ka drejtuar një apel të drejtë për drejtë ndaj deputetëve të zgjedhur, duke theksuar se mosveprimi i tyre po dëmton rënd imazhin dhe funksionimin e shtetit. Aman e keni pak ndërgjegje, a keni pak përgjegjësi. 120 deputetë të Hanit të Dilit me gjas nuk janë të vetëdijshëm për dëmin që po i shkaktojnë vendit, ka shkruar Bislimi. Postimi i plot. Kosova e para. Aman a keni pak ndërgjegje, a keni pak përgjegjësi. 120 deputetë të Hanit të Dilit me gjas nuk janë të vetëdijshëm për dëmin që po ja shkaktojnë vendit, për forcën e argumentit që po japin përshqesh armiqve tanë shekullor se shqiptarët e Kosovës smeritojnë shtet e s'din të mbajnë shtet. Kosova e para, tjerat janë krejt kalimtare, përfshirë edhe juve, edhe neve jashtë parlamentit. Historia do të gjykoj, por vetë në faqen e saj të zezë, Kosova e para, ka shkruar në postimin e tij Faton Bislimi.